Çfarë është farmacia dhe çfarë është farmacisti për ty? Unë jam farmaciste, diplomuar në vitin 2014 në Universitetin e Mjekësisë Tiranë. Bën rreth 12-13 vite që unë ushtroj profesionin. Më vonë më pas kam kryer një specializim në Spanjë për dermokozmetikën dhe vitin e kaluar kam përmbyllur një specializim sa i përket pjesës trikologjisë. Të rikthehemi pak te pjesa çfarë është farmacisti. Për mua një farmacist duhet të jetë profesionist, që është kryefjala. Së dyti duhet të jetë altruist. Kështu që nëse këto të dyja i bëjmë një fuzion të mirë, del një farmacist besoj i kompletuar i 2026-s në realitetin shqiptar. Por 2026 na ka sjellë dhe një realitet tjetër, i cili është farmacisti digjital. Ne në diskutimet midis kolegësh e kemi thënë dhe diskutojmë së bashku se tashmë ka ndryshuar komplet gjenerata e farmacistëve dhe po na afrohet farmacisti digjital.